nuk jemi mes Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Ministri i Mbrojtjes Pirro Vengu deklaroi se 50% e zërave të buxhetit janë investime ku përfshihen edhe blerja e armëve moderne për ushtrinë shqiptare, si raketat Javelin dhe dron, prej partnerëve britanik dhe amerikan, ndërsa nga Izraeli do të blihen artilleri të lëvizshme, topa, mortaja, kamion ushtarak dhe dron, sikurse kompania ushtarake shqiptare Kajo po bashkëpunon me partner izraelit në rimëkëmbjen e prodhimit të armatimeve në vendin tonë. Në një kohë kur janë shfaqur tensione mes Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe NATO-s, Ministri Vengu dha këtë përgjigje se ku qëndron Shqipëria. Nuk jemi në mes të Washingtonit dhe Brukselit, jemi brenda Washingtonit dhe brenda Brukselit. Ministri Vengu ndal edhe në shqetësimin e Beogradit për marrëveshjen trepalshe të bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes. Serbia të na bashkohet. Siç e mendoni, kemi marrë përgjigje refuzuese. Kemi avancuar me marrëveshjen trepalshe. Për bazën e Pashalimanit, Ministri Vengu tha se kemi një marrëveshje që në vitin 1992 me Turqinë i qëndrojmë kësaj marrëveshjeje.